is and has always. Ditë më parë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić një tjetër mesazh kërcënues ndaj Kosovës gjatë ceremonisë së promovimit të oficerëve të rinj të ushtrisë serbe. Ai u bëri thirrje oficerëve të jenë të gatshëm për mbrojtjen e asaj që quajti tokë e shenjtë e Serbisë, duke aluduar në Kosovën. Në fjalimin e tij, Vučić e lidhi forcimin e ushtrisë serbe me mbrojtjen e territorit që Beogradi vazhdon të konsiderojë pjesë të Serbisë, duke përsëritur qëndrimin e tij ndaj Kosovës dhe duke dërguar mesazhe me tone kërcënuese. Lidhur me këto deklarata përmes platformës X, ka reaguar edhe kryenegociatori i Kosovës për dialogun me Serbinë Agron Bajrami, i cili tha se nuk mund të ketë dialog të besueshëm përderisa njëra nga palët ende pretendon territorin e palës tjetër. Beogradi vazhdon ta mohojë realitetin, ta mohojë të vërtetën dhe ta riciklojë gjuhën e viteve 90-ta. Nuk mund të ketë dialog të besueshëm ndërsa njëra palë ende pretendon territorin e palës tjetër dhe ëndron për përsëritjen e spastrimit etnik. Kosova nuk do të negociojë ekzistencën e saj. Për Lutfi Bilali, një si çështjeve politike, dialogu mes Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojë, por aktualisht ka mbetur peng i mungesës së institucioneve me mandat të plotë në Kosovë. Andaj për shkak të kësaj situate politike në vend, ai vlerëson se nuk pritet të ketë dialog mes dy vendeve të paktën edhe për një vit. Po, siç po shihet informimi institucioneve do na merr shtatorin, gushtin po si po, por mendoj që realisht nuk besoj që para fund vitit apo në fillim të vitit të ardhshëm të kemi konkret bisedime dhe intensifikim të dialogut në raportet Kosovë-Serbi me ndërmjetësuesin evropian, të cilët Bashkimit Evropian me cilën besoj që do kem prapë një prolongim i cili do shfaqet me zgjedhjet që do jenë në vitin e ardhshëm me Serbi. Ndërkaq njohësi i marrëdhënieve ndërkombëtare Fatos Rushiti ka vlerësuar se Kosova nuk ndodhet në momentin më të përshtatshëm për të nisur një proces dialogu, sipasi kjo lidhet me atë që ai e cilëson si papjekuri politike në vend. Kosova, se përket dialogut me Serbinë, nuk është në stadin më të mirë, për shkak të paaftësisë ose papjekurisë politike, të klasës politike, kjo që është për ndërtuar institucione, për të prodhuar krizat e njëpasnjëshme, dhe sigurisht që kjo, domethënë, e pengon për të ndërtuar relacione edhe me bashkinë ndërkombëtare, e cila sigurisht që do të jetë garantues, sidomos edhe SBA në raport për mbylljen e marrëveshjes përfundimtare me Serbinë. Për deklaratën e Vučić nuk pati reagime të ndërkombëtarëve, por ata kanë dënuar një deklaratë që 2 javë më parë e ka dhënë ministra serbe e administrimit publik dhe veçeverisjes lokale, Snežana Paunović, sipas së cilës po të kishte qenë në vendin e Slobodan Miloševićit në vitin 1998, do ta spastronte etnikisht Kosovën. Ndërkohë që ministri në detyrë i mbrojtjes i Kosovës Ejup Maqedonsi ka thënë se pavarësisht shkërcënimeve të presidentit serb Aleksandar Vučić, qytetarët e Kosovës duhet të ndihen të sigurt në territorin e tyre. Të takohen, të